Unë kam qenë pedagoge e të drejtës romake edhe e të drejtës familjare përpara se të vija si profesoresh, si pedagoge në shkollën e magjistraturës dhe si trajnues. Edhe në të drejtën romake, pedagogu, mësuesi ka një status të veçantë, madje kur është edhe në kushtet e skllavërisë, ish studenti i vet, nxënësi i vet, ka edhe të drejtën të çlirojë atë nga skllavëria. Nëse unë personalisht do të vija tek ju dhe do të kërkoja favore që lidheshin me veten time, me Arta Mandron, për çështje në të cilat unë jam e implikuar, edhe kam një status të veçantë, patjetër se kam qenë pedagogja juaj. Po. Si do më trajtonit ju mua? Tani favorin do e kërkonit kundrejt shpërblimit apo ja? Sepse ka rëndësi për kualifikimin, ka vepër apo jo, për këtë po pyes do me thënë. Po jo. Nuk jam në këtë situatë dhe jam... Nëse do të jesh... Kështu që vlerësojeni ju se si mund të vijam. Atëre, po, faleminderit për pyetjen profesoresh. Do me thonë, juve lidhni me faktin që njiheni së bashku dhe vjen dhe kërkon një favor. Pa diskutim, unë do të apres një person që cilin e njoh, por në momentin që ky person vjen dhe kërkon një favor të caktuar, këtu krijohet një ndarje. Një ndarje shumë e madhe që ndoshta nga sot e tutje ne nuk do të jemi më kolegë apo nuk do të kemi më atë afrimitet. Patjetër, nëse ka dhe elemente të tjerë që unë ju pyet as që s'ka rëndësi se është kazus, do të ndjek edhe rregullat ligjore për ta ndjekur më tej. Kafe nuk do më ofroni, besoj, apo kakao? Kafe jo, nuk ka frajt. Faleminderit për përgjigjen.